E rikthyer në Shqipëri për vetëm pak orë, artistja shqiptare që ka marrë pjesë në disa prej evenimenteve më prestigjioze të tregut muzikor në SBA, Bleona Qerreti, ka zgjedhur publikun shqiptar për të promovuar këngën e saj të re, Take You Over. Në një konferencë që ngjason me ato të yjeve të Hollywoodit, Bleona duket e sigurt në fushën e saj të lojës. Ajo rrëfen për gazetarët projektet e saj si edhe bashkëpunimet në të ardhmen. Dhe njerë, si që dini, është një ditë shumë e lumtur për mua, është fryti i 5 vjetëve të mia punë nën tokë, të ta thoja, dhe më në fund gjërat kanë dalë në sipërfaqen e ujit. Kënga ime lançohet sot në iTunes, 18 shtator nuk do ta harroj kurrë. Në këngëve më të shtuara dhe nuk e di. Më thënë, unë e mora emailin dhe se kuptova që ishte për mua. Kështu që vendosa të vinë në Shqipëri dhe t'jap këtë press conference. Na falni. Ndryshe nga pjesa më e madhe e figurave publike, Bleona di të jetë shpërfillse ndaj tabuve. Kur vjen puna te kjo. Dhe unë jam në të moshë tani që jam duke kërkuar bebajin e fëmijës, dhe nëse ky tipi nuk është si mas standardeve që unë e kërkoj, atëherë do të jetë doktori me katalog. E dua të gjatë, e dua të shkurtër, e dua avion, e dua me sy me bisht, e dua pas sy me bisht. Bleona Qerreti është shfaqur për herë të parë për publikun shqiptar me këngën Lërmëni në vitin 1996 dhe realizoi albumin e saj të parë Kam qefin tim disa vite më vonë, duke vijuar me një udhëtim me mbi 25 shfaqje verore në Gjermani dhe Zvicër. Bleona Qerreti ka përcjellur me guximin e saj në Amerikë në një përpjekje për të ngritur karrierën e saj në muzikë në një botë të vërtet arti.